Në qoftë se Mossadi s'ju ka informuar plotësisht, po ju informoj unë që po më driten gjunjët. Unë nuk jam musliman. Gjysma ime më e mirë është muslimane. Unë jam katolik. Djali ynë, 11 vjeçar, mund të lëm dëshirat e muri lotëve. Ideja se një ditë ai mund të zgjedhë të bëhet hebre nuk është as pak e pabesueshme. Well, I'm not entirely certain that Ende nuk jam plotësisht i sigurt që on the very floor beneath my feet. ndodhem vërtet pikërisht mbi dyshemen në këmbët e mia, dyshemeja prej ku mysafirët më të nderuar të këtij shteti i janë drejtuar kësaj dhome. And although E megjithse modestia nuk e qenë kur virtyti im më i palëkundshëm, më duhet ta them se e kam të vështirë të besoj se meritoj një vlerësim kaq të jashtëzakonshëm. Në qoftë se Mossadi s'ju ka informuar plotësisht, po ju informoj unë që po më driten gjunjët. And there is another reason my knees Ka dhe një arsye tjetër që po më driten gjunjët. E dija to be fully sincere with you. që t'jem plotësisht i sinqert me ju. E dija gjithashtu se kur të flisja këtu, do të ndihesha si në një provim oratorie, duke pasur përballë një nga 5 oratorët më të mirë në botë, të paktën sipas renditjes sime personale, kryeministri Netanyahu. I'll do my best, dear Bibi. Do të bëj çmos i dashur Bibi, ti mbijetoj gjykimit tënd, plotësisht i vetëdijshëm se jam thjesht folësi i dytë në botë pas presidentit Trump, të cilit ti thjesht nuk mund t'i shmangesh pa e dëgjuar. Më lejoni të shtoj diçka personale, sepse kam mësuar se me së brenjve gjithçka bëhet personale dhe shumë shpejt. Unë nuk jam musliman. Gjysma ime më e mirë është muslimane. Unë jam katolik. 2 fëmijët tanë më të rritur nga kapitujt të mëparshëm të jetës sonë janë të krishterë ortodoks. Dhe më i vogli, djali ynë, 11 vjeçar, do ta vendos vetë një ditë, por duke parë entuziazmin e tij të papërmbajtshëm, sa herë i thuhet se mund të lëm dëshirat e muri lotëve, ideja se një ditë ai mund të zgjedhë të bëhet hebre nuk është as pak e pabesueshme. And that would be fine. Për ne do të ishte krejt në rregull. Njësoj siç do të ishte fare në rregull nëse do të zgjidhte të ishte musliman apo i krishter. Askush tjetër në Europë nuk mund të pretendojë një faqe kaq të pastër historie, pa asnjë hebre, pa as edhe një të dorëzuar te nazistët. And no one better than Albania. Askush më mirë se Shqipëria nuk mund të dëshmojë një të vërtet të thjeshtë se qenia musliman dhe anti-hebre njëkohësisht nuk vjen nga besimi në Zot, por nga tradhtia më e neveritshme ndaj Zotit, dhe nuk ka nder më të madh, as përgjegjësi më të rëndë, se sa ta dëshmosh këtë të vërtet këtu, në zemër të Izraelit, në një moment kur lufta e dhimbshme në Gazë përmes vuajtjes së padurueshme të familjeve të pafajshme, si izraelite ashtu edhe palestineze, ka hapur një dritare të re mundësie që përpjekjet për ndërtimin e paqes të kenë sukses.